Buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Ne podcast. Ma përshëndetje miq, ja ku jemi me episodin e radhës, episodi 15. Si fillim falenderoj të gjithë personat që kanë shpërndar episodet e fundit, kudo, si inbox, si në për story, si në thet thash, do me thënë është një ndihmë shumë e madhe për t'i dhënë pak vëmendje një formatit të këtyre përmasave të vogla, do me thënë është një ndihmë vërtet shumë e madhe. Kësaj here I vim me një update të vogël që në fakt doja ta nisja me duke ndarë diçka nga vetja ose më saktë nga jeta ime profesionale. Kam kohë që mendoj këtë, domethënë, dhe me vendosa që do bëjnë çdo episod do marr kohën disa minutë për të thënë diçka rreth ndërtimit dhe inxhinierisë së ndërtimit në përgjithësi për personat që nuk duan t'ia dinë, për shembull, ose nuk i intereson, nuk është se kanë një interes për të ditur, por që mendoj që janë gjëra kështu common knowledge, domethënë është gjë e mirë t'i dish. Janë gjëra që nuk është se do shpëtosh botën po t'i dish, por është gjë e mirë t'i dish, domethënë mund të dalë një bisedë nesër pas nesër në kafe dhe mbase ku I dihet, mbase do jetë një nga këto tema prezente. Për të gjithë ata që nuk e din, unë studioj inxhinierim ndërtimi në Gjermani, në Berlin, dhe në fillimet e mia normalisht nuk kam qenë shumë I sigurt nëse do ishte kjo diçka që unë doja vërtet, po me kalimin e kohës e kam zbuluar disa herë që vërtet jam jashtëzakonisht shumë I apasionuar sa edhe miqtë e mi nëpër kafe ndonjëherë bezdisin nga fakti që sa shumë kam unë për të thënë rreth ndërtimit. Është jashtëzakonisht shumë interesante, është nëna e të gjitha inxhinierive, normalisht. Inxhinieria ka lindur me nevojën për strehim në fillim dhe më vonë me krijimin dhe inxhinierimin e reglave të ndryshme që mund të duhen për çfarëdo lloj detyrash apo ku dëgjon çfarë bëjnë. Do të ndaj një kuriozitet në fakt që e kam provuar me disa persona të tjerë dhe pothuajse shumë njerëz nuk e dinin, edhe është rreth betonit. Në Shqipëri nuk është shumë e përhapur ndërtimi komplet nga betoni, sepse shtëpitë zakonisht bëhen tulla, vetëm kolonat bëhen beton ose trarët, domethënë të thash, por që diçka interesante me këtë është që betoni, flasim për betonin që ka hekur brenda gjithmonë, nuk e kryen detyrën e tij nëse nuk qahet. Për të gjithë ata që nuk e dinë, domethënë pavarësisht se kjo tingëllon pak jo logjike, që thonë si do çaj ato puça, domethënë bie. Në fakt është një çik më e komplikuar, po për ta mbajtur shkurt, domethënë sidomos trarët e betonit që janë në gjendje të shtrirë, domethënë dhe marrin peshat nga sipër. E kanë gjithmonë hekurin me përqendrime të lartë në pjesën e poshtme të vetën dhe në mënyrë që përmbajtja e hekurit ose hekuri vetë aktivizohet, duhet që betoni të qahet në mënyrë që forcat I kalojnë hekurit. Në shembull në një trau betoni, nëse nuk bien mjaftueshëm pesha ose forca sipër që pjesa e poshtme të qahet, atëherë hekuri që është vendosur brenda në të nuk aktivizohet asnjëherë dhe edhe mund të mos të hiqte fare aty, domethënë nuk kryen asnjë rol, kështu që është thjesht një shpenzim leku. Kur flasim për çarje, janë çarje nanometrike, kupton, nuk janë gjëra që shihen me sy të lirë. Në momentin që shihen me sy të lirë kalon gjendja në pak kritike, por e vërteta është që çarjet ndodhin, të gjitha llogaritjet inxhinierike që bëhen në fazën e dytë të betonit, që titullohet faza e betonit çar, dhe atëherë ti e merr të gjithë atë performancën e betonit me hekur. Është
pak e vështirë, domethënë ta përfiturosh, po që ka shumë video nga shumë inxhinierë të ndryshëm, domethënë në internet që shpjegojnë këtë gjë të tillë dhe është diçka e bukur në fakt se si funksionon në të vërtetë fizika, statika, apo vënia një emrin juve çfarë të doni për përditësin tuaj. Me që jemi të ndërtimi, kam pasur biseda me një mikun tim këtu në Berlin rreth pasurive të paluajshme, domethënë në këtë rast shtëpi ose më saktë apartamente. Edhe një nga bisedat më të këndshme që ne bëjmë me njëri tjetrin, domethënë është të ndërtosh një shtëpi apo ta blesh një shtëpi. Dhe biseda tjetër është të blesh një apartament që është i ndërtuar tani ose kohët e fundit, ose të blesh një apartament që është i vjetër. Rrugët tona në mendim ndahen në fakt në idetë parësore që ne kemi, sepse unë jam një person që me kalimin e kohës më pëlqen më shumë domethënë që të jem në një shtëpi private përdesë, thoni se di tash si y bie fiks, edhe diku në periferi të qytetit, larg asaj zhurmës, asaj atij kaosit, domethënë edhe kolegu ose miku im është gjithmonë për pjesën brenda në qytet, sepse e ke çdo gjë afër edhe është më mirë për shumë gjëra. Domethënë këtë unë duhet ta parashtroja një çik vetë, ta paraqisja domethënë se si janë idetë tona, si janë argumentet domethënë çfarë është mirë nga kjo, çfarë është keq nga ajo. Mua më duket një gjë shumë interesante dhe bazë është diçka që jo shumë persona në moshën tonë diskutojnë këtë gjë domethënë, por në fakt është diçka që vjen një pikë në jetën e robit, domethënë që duhet të mendoj për këto gjëra, si mund të lëri diçka mbrapa ose si të krijoj një jetë më të mirë për veten e tij. Diskutimi i parë është normalisht shtëpi private apo apartament. Lidhet shumë me faktin, domethënë brenda apo jashtë qytetit, sepse Mamëndjas edhe në Tiranë, për shembull, ose në Durrës, po sa vjen e porallohet kjo pjesa ku janë shtëpi private në mes të qytetit, domethënë, po këtu është në mënyrë kategorike që nuk ka, po thuaj, janë 99.99% të ndërtesave që janë pjesën e brendshme të qytetit normalisht që nuk janë shtëpi private, janë minimumi 5 kate ose shumica 5 ose 6 kate. Berlini është me ndërtesa të vjetra, i mbushur, domethënë. Dhe disa të tjera kanë dhe më shumë normalisht, por problemi fundamental domethënë është pjesa e largësisë. Unë nuk e kam atë bezdi pjesën domethënë në mëngjes që të zgjohem pak më herët edhe të marr një rrugë ku të qom për të vajtur në punë. Po ky argumenti im këtu në fakt nuk është se qëndron shumë, sepse nga pala tjetër domethënë ka ardhur argumenti gjithmonë, ai jeton në pjesën qendrore të qytetit, domethënë, se thot gjëja më e mirë që ndodh plako është që kur unë iki në punë në mëngjes jam gjithmonë në anën e kundërt të trafikut. Sepse të gjithë profesionistët ose ku ti qenë tani si quhen, profesionalët janë duke ardhur nga periferitë të qytetit brenda në qytet në vendet e tjera të punës. Dhe unë jam duke shkuar për shembull nga qendra e qytetit në periferi ose në pjesët disi më të jashtme të qytetit, duke shkuar në për fabrika gjëra. Djali punon inxhinier elektronik, domethënë merret me pjesën e sistemeve të aerosjes, më the të thash. Dhe kjo është një argument jashtëzakonisht shumë i mirë, për shkak se pavarësisht se Berlini e ka infrastrukturën të mirë, domethënë është goxha lart, nuk është keq, por prap fluksi është shumë i masiv, edhe në orët e trafikut për shembull bëhet një kaos total dhe mund të kaloj mund të degradoj gjendja, domethënë që rritet trafiku, mund të zgjasë shumë, tek këtu ka aksidente, e kupton, pavarësisht se nuk dalin shumë në lajme, që dalin aty çdo lloj aksidenti minimal, por që janë gjëra që ndodhin kudo. Njësesi, kohët e fundit që e kam menduar të si gjë, domethënë është bën sens, është shumë eficiente të jesh gjithmonë në anën e kundërt të trafikut, sepse i ke rrugën e hapur, domethënë, edhe mund të arrish në destinacion në një
kohë jashtëzakonisht më të shkurtër. Por unë personalisht jam i gatshëm ta sakrifikoj këtë pjesën për atë qetësinë që ka robi, e kupton, për atë një çik obor që mund të kesh për jashtë, e kupton, del një mëngjes për shembull, pi një cigare, pi një kafe, ose në darkë kur kthehesh. Më duket një ambient më familjar, domethënë, se sa një apartament, ndoj se me mundësit për fëmijët në apartamente janë shumë herë më të kufizuara, janë këto pllogjet normalisht mund të ketë një park, një diçka që ata mund ta frekuentojnë, po prapë është kështu si tipike përqendrimi, domethënë. Kurse në pjesën periferike, secili ka të shtëpinë e vet, e ka atë komfortin të vetes, domethënë, edhe fëmijët mund të zgjedhin mbase jo e shumë sa zgjidhnim ne, që i merrim kodrat me radhë, domethënë, edhe i dilim në 8 edhe ktheheshim në 8 në shtëpi. Po prap kanë më shumë zgjedhje, domethënë, janë më shumë në kontakt në mjedisin se sa fëmijët që mund të rriten në apartamente. Unë mendoj se fëmijët që rriten në apartamente janë të varur nga mjedisi i tyre. Kurse fëmijët që rriten në shtëpia private dhe në lagje, domethënë, që janë më të ulta, më familjare, janë më në lidhje me komunitetin e tyre, njihen më mirë nga personat, sepse qendra e qytetit gjithmonë është ngarkesë shumë e madhe. Pjesa tjetër, domethënë, është tek pjesa e të ndërtuarit, ose jo, e vazhdojmë më vonë. Këtë pjesa është kur nëse vendos të blesh një apartament, të blesh një apartament i cili është ndërtuar shumë kohë përpara, po është ndërtuar recently. Gjëja që ndodh këtu, domethënë, sidomos në Berlin për momentin, është se ndërtesat që janë ndërtuar kohë të fundit normalisht janë ndërtesa që janë ndërtuar me një standard më të lartë, me kërkesa shumë herë më të larta se sa ato të pas luftës edhe të tranzicionit, domethënë, dhe normalisht ofrojnë gjëra shumë herë më të mira, ofrojnë një sistem izolimi shumë herë më të mirë, janë shtëpi që kursejnë, nuk harxojnë shumë energji për të mbajtur freskët ose ngrohtë, domethënë, janë më të mira të ndërtuara përgjithsisht, domethënë, por ka diçka fundamentale që i dëmton këto ndërtesat e reja, edhe është pjesa që në një pjesë shumë të madhe janë të vogla. Janë të vogla, kanë një stil amerikan të ndarjes planimetrisë, domethënë, janë këto shtëpia që kanë kuzhinën bashkë me njërin dhomë. Shumica e shtëpive që janë 1+1, domethënë, të tjerat ato që janë 2+1, 3+1, domethënë janë në proporcion shumë herë më pak se sa ato që janë 1+1. Dhe kjo është një farë minusi, domethënë, sepse është më mirë, është më higjienike, ka shumë gjëra që lidhen me to, domethënë, që kuzhina të jetë ndar, minimumi si tip aneksi, domethënë, me një hark ose me një kornizë. Dhe kjo i hej shumë pikë, domethënë, sepse ndërtesat e vjetra normalisht kanë planimetrin më të mirë, janë shtëpi në përgjithësi më të mëdha dhe më të larta, që është diçka që të bën të ndihesh vërtet shumë mirë, domethënë, se ndihesh sikur merr më shumë frym, ndihesh sikur është diçka që mund të bësh shumë gjëra aty. Kurse shtëpiat e reja, domethënë, janë të ulta, janë gjithmonë atë minimumin e lejuar, për shembull, dhe kjo është diçka, domethënë, që varet që çfarë do sakrifikosh ti. Po shtëpiat e vjetra kanë pjesën që, janë kështu të mira, të bukura, të larta, më se të thash, po që kualiteti i ndërtimit është në tokë, kupton? Në rregull, mbase nuk bien nga tërmeti, kupton, mbase i kanë ato llogaritjet statike të mjaftueshme për mos të rënë, pavarësisht se Gjermania nuk është fare zonë sismike, këtu s'mbahet në kryqëzarën tërmeti i fundit, por që gjithsesi janë shtëpia që harxojnë jashtëzakonisht shumë energji në krahasim me shtëpiat e reja, domethënë, janë në përgjithësi të ftohta, nuk kanë izolim të mirë akustik, për shembull, shumica kanë dhe parkete që janë vërtet vjen një pjesë që bën jashtëzakonisht shumë të bezdisme, domethënë, edhe vjen gjithmonë ajo pyetja që cila është më e rëndësishme për mua. Në fakt shumica e këtyre janë për të bësh një vlerësim kështu
të cekët, domethënë, janë thjesht për të shkatëruar dhe për të ndërtuar nga e para, sepse në pozicionet gjeografike ose në pozicionet e vendit ku ato kanë në qytet, për shembull, duhet të ishin godinat e tjera, duhet të ishin godina më të larta, me më shumë shërbime, me më shumë apartamente që të strehohen më shumë njerëz. Dhe fakti që është dominuar nga kaq shumë shtëpia të vjetra, domethënë, ose godina të vjetra më saktë, ka sjellë këtë krizën imobiliare, domethënë që është super skandaloze në Berlin, domethënë nuk e di përveç Londrës, që e di që është keq, nuk e di në çfarë qyteti tjetër mund të jetë kaq keq sa në Berlin. Edhe koalicioni i ri politik nuk është në një koalicion që ka afrimitet ndaj sipërmarrjes në kuptimin që të heqë ligje kështu se s'më vin fjalët tani në shqip, restrictions, e kupton këto gjërat, masa parandaluese, të gjitha janë qeveri e majt, domethënë, dhe normalisht me më shumë taksa, me më shumë ligje, dhe kjo dëmton gjithmonë inovacionin, domethënë, pavarësisht se ça mund të tingëllojë mirë, kështu se duket si politikë sociale që gjasmë ndryshon stresin e ulët, por në të vërtetë është një dështim shumë i madh, sepse duke i vënë investitorëve, firmave, domethënë taksa më të larta, gjithmonë ata që do e ndjejnë janë një konsumatorët dhe dy punëtorët e vet, domethënë se firma në çdo lloj mënyre t'ja bësh ti ligjin, gjëja e parë që do fokusohet është fitimi. Dhe në qoftë se i duhet të sakrifikoj 100 euro më pak si pagë për personat ose një shtëpi ku dëgjon 4 metra katror më të vogël për të nxjerrë një fitim, do e bëj. Prandaj duhet një politik që i hap rrugën më pak tyre. Po gjithsesi, fakti që unë diskutoj këtë me shokun tim, domethënë, është diçka që në të vërtetë unë kam pasur shumë dëshirë, domethënë, unë edhe vetë kam bërë disa projekte minimale për le të quaj mendra për momentin që si dua ta kem unë shtëpinë, domethënë kam bërë disa lloj planimetrisë, disa llogaritje të vogla, pavarësisht se Mame, nëse njerëzit duhet ta dinë që për shtëpia të vogla nuk është se kërkohet një super llogaritje inxhinierike. Në Gjermani, për shembull, shtëpiat përdhese ose deri në shtëpia me 2 kate, domethënë, që shërbejnë për të jetuar, mund t'i bëjë arkitektit të gjitha, nuk ka nevojë për inxhinier, sepse nuk ka rrezik shumë të madh në gabime statike edhe në set thash. Edhe pjesa që duhet diskutuar nga brezi jonë është sepse në krahasim me prindrit tanë, domethënë është një çike trishtueshme se sa pak njerëz tani kanë shtëpinë e tyre, domethënë, dhe sa pjesë e madhe e njerëzve jetojnë me qera. Edhe mendoj se për çdo individ që ka një jetë disi domethënë, normalisht secili person ka hallat e veta, po nëse do të kesh pak në diçka në rregull, mendoj se blerja minimumi e një apartamenti, por edhe një shtëpie, pse jo, është diçka që në një pikë të jetës duhet menduar, sepse do marrësh një kredi, nuk e di, në një mënyrë do ta financosh shtëpinë, domethënë, dhe është më mirë të paguash të kredin dhe pas ku dëgjon 10 vitesh, 15 vitesh, 20 vitesh e shtëpia jote, sesa të paguash 50 vite rresht qera. Edhe në fund prap nuk e asnjë gjë. Kjo është një çike frikshme, domethënë, si janë kosto që nuk është se kthehesh, domethënë, nëse ke shtëpinë tënde edhe në fund ku dëgjon kur je 65 vjeç, edhe vetëm të jesh mos kesh asnjëri, e di e shet atë, domethënë, nikën vdes në Tajland ose në Bora Bora, në Kuba, ku dëgjon. Është kaq e thjeshtë, domethënë, është një anë pragmatiste që është shumë herë më mirë ta kesh gjën tënden sesa të jetosh me qera, domethënë. Dhe mendoj se për çdo person mbasi kalon atë periudhën si të themi, si periudhën akademike ose të profesionit, shkollës profesionale, ato viteve të para të punës, me shkolla s'ka lidhje fare, domethënë. Është diçka që duhet menduar nga të gjithë, domethënë. Është mirë që atij vendi që ti e thua shtëpi, domethënë, me të vërtetë të jetë shtëpia jote, domethënë, literally edhe në letra, jo vetëm do ikin në shtëpi unë, kupton, jetoj me qera në filan vend. Është deri diku, po më që mbasi kalon maksimumi të 30-ta duhet ta kesh marrë një vendim ose duhet të kesh marrë masat që të krijosh diçka të përhershme dhe jo të përkohshme për veten tënde. Edhe është një investim shumë i madh që mund të bësh tek vetja jote, domethënë, sepse shtëpia është
Ai vendi që do qeshësh, do qash, për shembull, do mendosh, do flasësh me veten, janë gjëra jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për jetën e një individi. Në ty do krijosh familjen, nëse do. Ata që s'duan të krijojnë familjen, pse s'do një familje? Krijojnë familje aty. Çfarë bën ti? Po që është diçka që duhet menduar. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që të paktën mos të kesh frikën që nesër pas nesër do dalësh jashtë. Sado keq të shkojë jeta, çfarë lloj drejt dështimi që mund të ndodhi në karrierë ose në probleme, halle, në fund të fundit ke shpinën tënde, e kupton? Në fund të fundit ke ku e fut kokën. Te kjo është diçka shumë e rëndësishme. Ne që po flasim për investimet e vetja, do të thënë nga shumë situata të ndryshme me njerëzit që mua më rrethojnë, ka ndodhur. Është ndodh gjithmonë, po thjesht që kanë vënë re kohët e fundit, do të thënë që nga që jeta është bërë shumë e shpejtë, plak është nuk kanë kohë me njerëzit të merren me gjërat që i përmbushin, do të thënë nuk i kushtojnë shumë rëndësi vetes, e kupton, janë në një lloj vorbulle, do të thënë punë, shtëpi, kafe, në shumë raste, nuk e di nëse është shumica apo është pakica, por në shumë raste janë edhe në një rreth shoqëror ose në një marrëdhënie që tani për të përdorur një fjalë kështu të rinis, do të thënë janë marrëdhënie toksike, do të thënë me një shoqëri që nuk është se i respekton, me një ambient, do të thënë që nuk është se i jep atë që i takon në kuptimin e vëmendjes apo ku digjon të investimit që japin persona të ndryshme që bëjnë pjesë në të njëjtën shoqëri, domethënë është diçka që duhet të jetë reciproke dhe kanë vënë re kohët e fundit, domethënë që shumë persona janë në disa lloje marrëdhëniesh me miqtë e tyre, domethënë që është komplet e njëanshme, domethënë dhe kjo është e trishtueshme në fakt, e kupton? Disa e kanë dhe frikën që është si është, të paktën nuk janë vetëm, të paktën nuk janë pa shok, po is it really? Like a je i përmbushur plak, se po je i përmbushur, domethënë në rregull, po në momentin që mendojnë që më mirë kështu si është, domethënë është si është, mut, po të paktën është se sa vetëm. Se di, mua më duket pak e egzageruar, më duket si kur e lëjnë çik veten pas dore në momentin që bën kompromis vetes, domethënë vetëm për të marrë atë dopaminën në momentit, sikur je pjesë e një shoqërie ose pjesë e një lidhje, mund të jetë lidhje dashurie normalisht. Në qoftë se në të vërtetë nuk je, sepse fakti që ti nuk je i vlerësuar mjaftueshëm, domethënë thjesht nuk je atje ku do dohet ti ishe, domethënë, edhe nuk ka asnjë gjë të keqe që të marrësh vendime ku dëgjon të përmirësimit të përmbushjes tonë, do të largohesh tik nga ajo vorbulla që të ka detyruar të lësh veten pas dore, domethënë mos ta respektosh veten, se njerëzit bëjnë gjëra për të tjerët. Një nga ata njerëzit kam qenë dhe unë që deri në një farë pike kisha shumë të vështirë të thë robe jo, domethënë ose nuk bëhet ose kështu, dhe gjithmonë më vinte shumë inat në vetën që ore vlla, pse e bëra ato, s'doja ta bëj atë gjë, domethënë. Dhe ishte vetëm ajo cenimi që pëson, domethënë, ku thua që se është shoku im, detyrohem, domethënë, po ka një vijë aty, do të heqësh vijën në një moment të thosh dale se kjo tani më cënon mua drejt për drejt si individ, nuk duhet të gjithmonë të jesh yes man, edhe të vesh nga mbrapa çdo lloj ideje që mund të hidhet nga çdo kusht, domethënë është diçka që është e vështirë. Unë e kuptoj jashtëzakonisht shumë mirë që është e vështirë, s'ka qenë lehtë për mua dhe më kanë ndihmuar persona të tjerë, domethënë që më kanë vënë gjëra të dukje, çfarë është gabim, në kuptimin që plak se robi po përfiton nga ty në këtë lloj mënyre, domethënë, po që është vështirë. Edhe është diçka që secili do e kaloj vetë me veten e tij, domethënë mund të ndihmojnë persona, shok të tjerë të ndryshëm, familjar, vëlla, motër, ku dëgjon mbase edhe partneri të t'i vënë gjëra të dukje, domethënë të të thonë që shife se ti të duket kjo gjëja kështu, por në të vërtetë kjo është ajo që po humbet ti. Edhe
kërkon jashtëzakonisht shumë kohë, domethënë në kuptimin e cilësisë, domethënë që jo se të kërkon 10 muaj, po që kërkon një kohë të gjatë dhe kohë cilësore të gjatë ku të kesh kohë mjaftueshme për ta menduar me veten, domethënë që dale që është kjo vërtet ajo se dua unë të sillem me njerëzit, është kjo vërtet ajo se si unë dua ta përfaqësoj veten, domethënë ose mund ta lëm veten të degradoj në këtë mënyrë sa që arri në pjesën që nuk ndihem rehat vetëm për faktin që të ndihen të tjerët rehat. Kjo është diçka domethënë që secili do ta vendosë për veten e tij. Është pak e çuditshme, kupton, është diçka që të vret një çik, domethënë se të shëmb atë të gjitha atë idenë që ke për krijuar për shoqërinë, për vendin tënd në shoqëri, për rëndësinë tënde, domethënë, po që në fund fare nëse do që ti jesh i kënaqur e të zëri gjumi rehat, do ta kuptosh deri në një far pike që shife se tu do të ndryshojë diçka, domethënë. Jepi Cezarit atë që i takon Cezarit, plak, e kupton? Nëse ti mendon, nëse je i bindur që mund të vënë gjërat më mirë, vëri në dukje. Se ka edhe shumë rate që mund të kenë rob shumë të mirë, domethënë, po fakti që ti gjithmonë ke lozur top, edhe nuk e ke vënë në dieni për këtë pjesën që nuk dihesh mirë, domethënë, edhe nuk e di ose nuk i shkon në mendje. Pavarësisht se kjo ndodh shumë rrallë, zakonisht personat që të duan gjithmonë nuk do të shpërdoronin, domethënë. Por që janë probleme të shoqërisë që fatkeqësisht nuk është se flet shumë njeri për to, edhe shiko, shoqërinë është shumë e thjeshtë, që e thoshin baballarët tanë apo gjyshrit apo të gjitha. Familjen ta jep nëna, ta jep babai, e kupton? Edhe vllajin, edhe motrën, edhe kushërinë. Ti ke një lidhje, domethënë që ti nuk ke asnjë lloj ndikimi, domethënë nuk mund ta ndryshosh dot. Ama shoqërinë e zgjedh, e kupton? Edhe pse do zgjedhje rob për shembull që nuk i ke për asnjë gjë që nuk të përmbushin, e kupton? Kaq e thjeshtë është. Është një gjë që ti ke zgjedhje dhe bëj zgjedhjen e duhur, kupton? Bëj atë lloj zgjedhje që jo vetëm ty, po edhe shokun tënd ose partnerin tënde e sjell përpara. Së ndryshën nëse është e njëanshme do të hajë, do të shkatëron si njeri, domethënë. Atë dy janë. Si marrëdhënie shoqërore, si marrëdhënie dashurie, domethënë. Është diçka që nëse nuk e ndërton në mënyrë reciprociteti, domethënë, është e vështirë të nxjerrësh kënaqësi nga ajo. Gjithmonë do kesh atë pjesën overthinking që do i mendosh gjërat si shumë të vështira, edhe sikur nuk funksionojnë ose sikur je i lënë pas dore, domethënë. Kështu që po të mundohesh një çik, domethënë, të kuptosh gjërat në veten tënde, me mendja se është një investim shumë i mirë tek vetja jote. Investim shumë i mirë tek vetja jote janë dhe kualifikimet. Sapo dëgjova tani, sot është shtunë, 13 nëntor. Sapo dëgjova një intervistë të një shoqë shkolle që kam pasur në gjimnaz. Ajo tani është në Londër, punon për Financial Times. Unë nuk është se jam shumë i lexuar te kjo pjesa, domethënë duhet më shumë informacion për kësaj, po që është një vend pune prestigjioz, domethënë është një kompani prestigjioze në ato që bën, edhe bërë një intervistë si mentore e një programi ALSA, duke të quajë Albanian Student Association. Është basically persona, student ose ish studenta që ndihmojnë studentët aktual, domethënë. Unë në Shqipëri nuk kam dëgjuar mbase kjo qëndron në Shqipëri, po këtu në Gjermani domethënë kjo është shumë e përhapur. Të ashtu quajturit mentor, domethënë, ose tutor, në disa raste janë persona që ose paguhen, jo. Në Gjermani është që mentorët janë vullnetar, kurse tutorët paguhen. Tutorët zakonisht japin ndihma me lëndët shkollore, japin ushtrime, bëjnë shpjegime më të thella, të ndihmojnë të ushtrohesh e gjitha, kurse mentorët janë persona që të ndihmojnë të futesh në atë jetën studentore, që të shpjegojnë si funksionojnë gjërat, regjistrimi bankar, regjistrimi i shtëpisë apo këtë gjë
tjetër që mund të thonë ata, më thonë për sigurimin e shëndetit, jo për kartat e trenave, të gjitha, më thetë, thash, faturat e shkollës. Për çdo gjë të mundshme, domethënë që një student, sidomos ne kur kemi ardhur ne për shembull në fillim Berlin, që ishim ignorantë, që nuk dinim as pak se si funksiononin gjërat, domethënë kemi pasur humbje të mëdha monetare vetëm për faktin që thjesht nuk e dinim se si funksiononin gjërat. Dhe diçka që më pëlqeu mua jashtëzakonisht te kjo intervista ishte që jeni të informuar, domethënë pyesni. Unë jam si individ rob që pyes shumë në fakt, tonë më vën re edhe te puna shumë që plako pyet shumë, domethënë se streson ai, sa shumë pyetje ke, domethënë si nuk lodhesh, po që është rëndësishme plak sepse unë kam kuptuar shumë mirë se sa shumë mundësi kam humbur unë, domethënë ose sa gjëra mund të kisha bërë thjesht më mirë nëse do kisha më shumë informacion rreth asaj teme dhe është rëndësishme të dish që ku je, ku po vete, ç'a po bëhet, ç'a duhet të bësh ti në bazë ligjore, domethënë ç'a janë gjëra që janë të detyrueshme dhe cilat janë mundësitë, domethënë si mund të vjelësh ti më shumë nga sistemi. Se në fundit për atë punë është sistemi, plak, sistemi është për ta vjel, për të dhënë ty mundësinë, domethënë që të marrësh sa më shumë ndaj tij. Çdo lloj pikpamje tjetër është e gabuar, domethënë. Se në fundit ti ose të tjerë që paguajnë taksa për shembull, nëse nuk e shfrytëzojnë sistemin, nëse i kanë paguar taksat kot, domethënë, nëse nuk i marrin maksimumin e mundshëm. Dhe në vazhdimsinë e kësaj interviste, domethënë, prek një nga temat që unë nuk e di, por më duket se e kam përmendur në podcastet e tjera më përpara që pjesa të bësh master dhe punosh apo të gjitha kështu dhe fatmirësisht më bë shumë qefi që ndaja të njëjtin mendim në pjesën që plaksisht provo sa më shumë gjëra të mundshme, domethënë nëse ti studion në rastin tim, për shembull, në rastin e inxhinierisë së ndërtimit, kam mbi 60 drejtime të ndryshme që mund të kalosh në inxhinierin e ndërtimit. Dhe duhet të provosh gjatë gjithë kohës, domethënë, okay, më pëlqen mua kjo, më pëlqen mua jo, okay, do i të bëj një praktikë atje, do i të punoj si student në një vend tjetër. Derisa të gjesh atë pjesën që ty të ma gjeps, domethënë, edhe në atë drejtim do kërkosh kualifikime të ndryshme. Për shembull, marrim rastin tim, unë kam pothuajse një vit të ca që e kam vendosur drejtimin tim, domethënë që është inxhinieri ndërtimi, po drejtimi juridik, biznes, financiar, sipërmarrje ose ndërmarrje, nuk e di fikse si mund të thonë në shqip. Edhe unë kam parë, domethënë, që e para fare shumë pak universitete kanë master në atë drejtim. Edhe ato që ofrojnë master në atë drejtim, domethënë, është jashtëzakonisht shumë i cekët, është për persona, domethënë, që punojnë si inxhinier tereni. Por që ajo nuk është diçka që unë dua ta bëj, domethënë, unë atë punë bëj për momentin, por që e kam qëllimin thjesht një eksperiencë dhe më vonë gjithmonë duhet të kaloj pjesa nga ana juridike, në pjesa organizative, domethënë, dhe për këto gjëra unë nuk e dija fare se sa kualifikime të ndryshme kishte, por që nuk e kishin emrin master, e kishin thjesht kualifikime që ti mund t'i vësh në CV që merr certifikata ose mini diploma të ndryshme, domethënë. Edhe ka edhe shumë deg të tjera, domethënë që një diplomë masteri është pothuajse e pavlefshme. Për shembull, në drejtimin që dua të shkoj unë, nëse ke një diplomë masteri, ti paguash thjesht 150 deri në 250 euro më shumë se sa një person që ka diplomë bachelori. Pse? Sepse ky lloj drejtimi nuk ka të bëj shumë me pjesën që sa ke mësuar ti në shkollë, domethënë, është thjesht pjesa e aftësive vetjake ose të ushtruara që ka një person në biznes, në organizim, në negociata edhe me thetë thash, domethënë. Shumë persona e kanë kështu bezdik të pjesën se i duket shumë stres e të gjitha, domethënë, po unë shikoj veten tim aty, deri tani më ka ecur, kam marrë gjërat shumë mirë, kështu që edhe e kam vendosur, domethënë, që ti hyj kësaj pune. Dhe si e njëjta gjë ndodhet edhe në shumë profesione të tjera. Ka lloj kualifikime që mund të bëj robi, domethënë, përveç një diplomë masteri, që mund t'i bëj edhe duke punuar, që nuk ka nevojë të jetë si në master full time në shkollë e të gjitha. Ka kompani për shembull, nuk e di sa vlen kjo pjesa për ato aty, po që ka kompani që ofrojnë edhe për studentët ja paguajnë, domethënë, kualifikimet
është normale, ose paguajnë ku t'i gjonë panajire, qëra ku mund të vesh, që janë thjesht mund të do mbushësh atë profilin tënd dhe të ndihmojnë shumë për më vonë. Është krijuar një lloj tip paradoksi, domethënë që të gjithë e duan atë pjesën e diplomës së masterit, të gjithë duan të kenë një kualifikim sa më të lartë, domethënë. Performanca e punës është për të lënë, për të dëshiruar, më saktë. Të gjitha intervistat që kam pasur të punës, domethënë, kompanitë janë gjithmonë të interesuara, sidomos ato që janë direkt në biznes, domethënë. Jo në konstruksion, po këto që ndërtojnë, domethënë, ose që bëjnë ndërmjetësime të gjitha, nuk janë të interesuar fare për kualifikimin tënd, ti thjesht duan të shohin, domethënë, se çfarë ke përjetuar, cilat janë si ta themi eksperiencë, po të eksperiencë në shqip? Po. Eksperiencat që ke në punë, domethënë, ose çfarë në cilin projekt ke marr pjesë, edhe çfarë është diçka jashtë normale që ti ja ke arritur ta dalësh atje, domethënë këto janë gjëra që funksionojnë. Është thjesht kultura e punës që ke ti. Është më shumë e rëndësishme për sipërmarrësit privat që të marrin në punë njerëz që e dinë vërtet çfarë do bëjnë, që kanë synime më të mëdha. Është shumë e rëndësishme, ata duan domethënë që jo vetëm të shikoshin interesin e firmës, po të shikoshin interesin personal, duke e lidhur këtë në një mënyrë të drejtë për drejtë me interesin e firmës, dhe në qoftë se ti arrin, domethënë ta prezantosh se ta shesësh veten në mënyrë të tillë, atëherë do të trajtohesh shumë mirë, sepse nëse lidhja është që kur fiton njëri, fiton edhe tjetri, normalisht të dy, edhe firma dhe punëmarrësi do jenë do investohen tek pjesa, domethënë që secili të ndihet mirë, sepse është një marrëdhënie win-win, dy palë, domethënë, dhe asnjëri nuk duhet ia fusi tjetrit e gjitha më të thash. Unë normalisht e di, njoh edhe shumë inxhinierë aty në Shqipëri, domethënë që nuk kanë një marrëdhënie të mirë, që paguhen shumë pak, që është katastrofë, domethënë, në mënyra se si paguhen. Sa për një krahasim, domethënë, një student, nëse ti do bësh një mini job këtu, për shembull, e do punosh një ditë në javë, vetëm një ditë mund të punosh edhe paguash 450 euro në muaj. Kurse aty paguhen, me sa di unë, domethënë, rreth diku te mbasi jam gabim, po tek mesatarja është diku te 500 euro. A 500 euro, 5.000 lekë, nuk jam shumë i sigurt, edhe kjo është shumë pak. E të gjithë inxhinierët, të gjithë studentët e inxhinierisë, të çdo lloj inxhinierie, pothuajse përveç inxhinierisë ekonomike këto, se ato nuk janë inxhinieri. Ato janë wannabe inxhinier, po nuk është. Gjithsesi, pa mërzitur njëri, për të gjithë studentët e inxhinierive e dinë shumë mirë se sa mut duhet të hash kur je në shkollë, domethënë, edhe të trajtohesh në atë lloj mënyre, domethënë, është shumë e padrejtë, se shumica e njerëzve që ndrojnë punën, domethënë, edhe që ikin ose ata që largohen nga Shqipëria drejt për lek ikin. Se është pjesë shumë e madhe, domethënë, se thon këto rob të famshëm, kështu që leku nuk është gjithçka. Po mbase nuk është gjithçka. Po çfarë është e sigurt është që është pothuajse gjithçka. Sepse të mundson një jetë më të mirë, të mundson siguri për veten tënde, siguri për familjen që do krijosh. Nëse ke kapitale, të ndodh një fatkeqësi, një aksident, larg qoftë, një sëmundje, një gjë tjetër për nesër pas nesër, nuk i ke frikë ti vesh na mbrapa babuku DJ lekët, ose më duhet kaq lek për të, kaq lek për atë, e kupton? Kur je i vlerësuar, edhe është e lidhur me atë egon personale, me atë të ndjerit mirë, më thënë që shifë se nëse ta thonë gjithkohës që e bëj punën mirë, domethënë, ose që nëse ti e di që e bën punën mirë, sepse të kanë ecur ku dëgjon projektet apo në gjëra që ke marrë ti pjesë, po në fakt rroga jote nuk është në proporcion të saktë me performancën, domethënë, është të shkatërron çik si njerëz, se të thonë dale tani, siç apo bëj un gabim, e kupton? Ose pse po përfitojnë rob nga mua. Është diçka që të vret, domethënë, edhe normalisht ta bën punën të mërzitshme. Ti mund thonë njerëzit që nëse të bën atë që do, atëherë nuk punon asnjë ditë në jetën tënde, e kupton? Është diçka që dëgjojmë shumë shpesh, po mund të bësh atë që do ti, po nëse nuk vlerësohesh, domethënë, është shumë e vështirë, janë shumë të rrallë personat që e mbajnë kokën sipër ujit në rastin që demonizohen gjithkohës, domethënë, duke sigurisht janë të mirë, pavarësisht se performanca e tyre është shumë e lartë. Është
një nga mjetet më të mira që një punëdhënës i tregon punëmarrësit që ai vlen, domethënë, dhe që është i mirëpritur në firmë dhe që inputi i tij është i rëndësishëm. Janë gjëra që nuk duhen anashkaluar sepse vetëm keq mund të shkojë nga aty. Nuk mund të rregullohet. Edhe për pjesën e të ndryshuar punë, unë jam personalisht në këtë fazë që do ndryshoj punën që kam tani, domethënë, për arsye në fakt disi, më ta themi, jashtë normales, sepse të vendi që unë kam punën tani, domethënë, është një super vend pune, domethënë, volumi është i vogël, për të trajtohen shumë mirë, paga është pëlqyeshme, domethënë oralet janë fleksible, vete kur të dua, iki kur të dua. Edhe do thoni jo, domethënë, pse po ikën? Po iki për faktin sepse dua të provoj diçka tjetër, e kupton, është u mërzita aty, domethënë. Nga që jam ora dorën punës, domethënë, i arrita të bëja shumicën e pavarur edhe pa qenë inxhinieri i parë atje, domethënë, ose krye inxhinieri i kantierit. Edhe nuk ka më atë sfidën, domethënë, nuk paraqet më sfidë. Edhe puna që do vete tjetër, domethënë, është në një shkallë më sipër, si hierarki në mbarvajtjen e një projektit. Edhe në momentin që dje fola me shefin e kësaj pune, që kështu do iki, domethënë, normalisht më ndjeva pak keq se ai filloi, po pse po ikën, jo, po mund ta shtym, çfarë mund të bëjmë që të rishë të gjitha të tjera, domethënë, edhe nga që nuk isha eksperiencë përpara me ndryshimin e punës, domethënë, hihesh jo shiko këta, unë kam kaluar shumë mirë këtu, tani po i lënë në balë të gjitha të tjera, po nuk është kështu. Ajo është thjesht lojë që mendja jote krijon, domethënë, për mos të dalë nga ajo zona e komfortit. Unë di shumë që të punoj që do vete unë do kem më shumë punë, domethënë. Edhe ndryshimi i rrogës, domethënë, normalisht do paguhem pak më shumë, po ai ndryshim nuk është në proporcion të barabartë me ndryshimin e volumit të punës, por që gjithsesi e kam vendosur që është diçka që duhet bërë. Është diçka që duhet bërë sepse duhet provuar vetja, domethënë, edhe fola me tim vlladje në pjesën që shif plak ose po ndihem keq se këta më kanë dhënë shumë shanse mua, domethënë, dhe më kanë mësuar shumë gjëra dhe po më duket sikur po i lë në balë tash edhe ai më vuri disa gjëra në dukje, domethënë që shife se drejta e punës, domethënë, është diçka që është bazë e ligjeve sociale në Europë, domethënë, edhe i lirë të ikësh ku të duash, domethënë, edhe normalisht ata nëse i ka pëlqyer puna jote, domethënë, nëse janë të kënaqur me performancën, me cifrat, gjithmonë do mundohen që të mbajnë, por që nëse ti nuk je i përmbushur, domethënë, do fillohesh, do mërzitesh, nuk do kesh me atë sfidën e mjaftueshme, domethënë, edhe sa që është shumë e mirë mos e vrit mendjen fare, domethënë, është gjë shumë e mirë që fillon të ndryshosh punën që tani, sepse nesër pas nesër kur të dalë që të jesh në profesion, për të dalë një opsion më i mirë, domethënë, nga që do kesh akoma më shumë vite tek njëra firmë, domethënë, do jetë shumë e vështirë të thosh po jo se jam rehat këtu, jo nuk dua të iki, kur ambienti në atë tjetër, domethënë, mund të jetë më i mirë, për vetëm çështja e komfortit, domethënë, do të nguci pak tek ajo pjesa që pse të iki, e kupton? Le mos e mirë jam. Por që këshilla që më dha ishte që shumë mirë që po e bën, edhe gjithë robëve që ke rreth e qark, domethënë, sugjeroj që sa jeni në pjesën e kësaj përfundimit të shkollës dhe në pjesën e ngjitjes në profesion, domethënë, ndroni sa më shumë punë të ndryshme, normalisht jo punë nga 2, 3 ose 6 muaj, po që kuptosh punosh një vit e gjysmë, 2 vite te njëra, edhe nëse pastaj të vesh te tjetra ti provon, kur i provon i ri, është më e thjeshtë sepse nevojë për punëtor të kualifikuar ka kudo, domethënë, edhe nuk është do ngelesh ndonjëherë pa punë në kësaj, por thjesht do të bëj më të sigurt me veten tënde kur të negociosh në një moment më të largët në të ardhmen, domethënë, do jesh më i përgatitur sepse xha ke kaluar një herë këto, domethënë, edhe arrin ta perceptosh si e ndjer atëre, ke pasë drejtë ndjer ashtu, më the thash.
Nejse që mos ta zgjasim shumë të pjesën, domethënë kam disa gjëra në mendje, ca mini projekte dhe podcastet për të ardhmen, domethënë me persona të ndryshëm. Ju shpresoj të realizohen edhe më mendje se këto tema do preken edhe më shpesh në të ardhmen. Edhe me këtë vetë bisedim të fundit rreth jetës profesionale. Në ta mbyllja këtë podcastin. Edhe një herë ju falenderoj shumë. Jeni të mirë pritur për komente, kritika dhe çfarë do lloj gjë tjetër. Bëj shumë qefi për like dhe shpërndarje. Ndihmon shumë podcastin që të arrijë edhe njerëz të tjerë, sikur një person tjetër të jetë është mjaftueshëm. Thënë kjo, faleminderit dhe dëgjohemi episodin tjetër.